الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar teleshikues, paqja, bekimi dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Dhe ja sërish po takohemi me emisionin fetar në hijen e muajit Ramazan, në hijen e Ramazanit, dhe kësaj radhe tema ka të bëjë me devotshmërinë. Në studio kemi ftuar profesor Mehdi Efendi Kastrati, i cili është kryeimam në Drenas. Në radhë parë, mirë se erdhët Efendi. Mirë se u gjej, faleminderit. Dhe siç paralajmëruam, do thotë temën ka të bëjë me devotshmërinë. Atëherë do të kishim mundësi që të marrim një kuptim më të gjerë lidhur me fjalën devotshmëri, ose thjesht çka është devotshmëria? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet, lavdërimet, madhërimet i takojnë vetëm Allahut të madhëruar. Ne vetëm atij nënshtrohemi dhe vetëm prej tij ndihmë, paqe dhe rahmet kërkojmë. Salavatet dhe selamet gjithmonë i dërgojmë pejgamberit e fundit Muhammedit alayhis salam. Paqe dhe shpëtimi Allahu qoftë mbi të, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi mbarat atë të cilët e zbatojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Natyrisht, devotshmëria është një prej temave kryesore që Kurani Fisnik i debaton dhe Allahu xhallal shanuhu përmes Kuranit Fisnik na thret që të jemi të devotshëm. Është tema më esenciale për besimtarin musliman. Devotshmëria është kur njeriu i friksohet Allahut të madhëruar me kuptimin e plotë të fjalës, kërkon forcë, kërkon mëshirë, kërkon rahmet nga i Madhi Zot, ndalohet nga të gjitha ndalesat apo haramet që i ka ndaluar Zoti në Kur'anin Fisnik, lakmon apo jeton me të gjitha lejesat që i Madhi Zot i ka lejuar në Kur'anin Fisnik, është i sinqert me Allahun, është i sinqert me vetveten, është i sinqert me njerëzit ku jeton. Kjo është pak a shumë ai definicioni i cili i Madhi Zot na jep në përgjithësi lidhur me devotshmërinë. Por cilat janë porositë kuranore dhe profetike lidhur me devotshmërinë? Devotshmëria apo takvallaku ka, nëse shohim në Kuranin Fisnik, ka një dimension shumë të gjerë dhe Allahu i madhruar zakonisht kur e përmend devotshmërinë apo takvallakun, e përmend në forma të ndryshme dhe është një prej shprehjeve që më së shumti i Madhi Zot e ka përmendur në Kuranin Fisnik. Zoti xhallal shanuhu si urdhër apo si kërkesë? Po në forma të ndryshme. Fjalën devotshmëri e ka përmendur në 15 raste, ndërsa fjalën të devotshëm ka përdorur muttaqin dhe muttaqun në 223 herë apo 223 raste. Gjë që kuptojmë se devotshmëria është ai boshti kryesor që i Madhi Zot na porosit në Kuranin Fisnik si besimtar musliman, nga se me devotshmëri ne si besimtar jem të lumtur në këtë botë. Nëse kemi devotshmëri, atëherë edhe ibadetin ndaj Zotit, edhe ritualet fetare i kryejm me përkushtim dhe vullnet shumë të madh. Kështu që nëse i lexojmë ajetet kuranore, atëherë vrejmë se i Madhi Zot përmes shumë ajeteve të Kuranit na porosit që të jemi të devotshëm këtë botë. Zaten kemi ajete kuranore ku i Madhi Zot e përmend fjalën devotshmëri 2 herë brenda një ajeti kuranor. Ku i Madhi Zot thot: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O ju që keni besuar, nënshtrojuni Allahut me një nënshtrim të plotë dhe mos vdesni ndryshe përveç duke qenë musliman. Nëse shiqojmë këtë ajet të Kuranit, pikërisht i drejtohet njerëzve të cilët e kanë besuar Zotin, njerëzve të cilët i nënshtrohen Zotit dhe ata të cilët e kanë besuar Allahun në këtë botë. Bindjuni Allahut me një bindje të plotë, me një bindje të madhe. Dhe mos t'ju arrijë vdekja ndryshe përveç duke qenë besimtar apo duke qenë musliman. Kemi edhe ajete tjera të Kuranit të cilet i Madhi Zot përmes devotshmërisë na këshillon. Zotën ne jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit dhe e vrejmë që pikërisht esenca kryesore e agjerimit
qëllimi kryesor i agjerimit dhe ajo kërkesa kryesore që ne si besimtar musliman agjerojmë pikërisht është devotshmëria. Po dhe pyetja Dhe të gjitha tjerat janë disiplina do thotë të agjerimit. Ndalesat cilat e prishin agjerimin natyrisht janë anë disiplinore të një besimtari musliman gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Mirë po nëse vrem esenca kryesore i agjerimit për besimtarin pikërisht është do thotë devotshmëria apo takvallahu. Po devotshmëria a i ndihmon devotshmëria agjerimit për ta përsos agjerimin apo agjerimi është një rrugë që e përsos devotshmërinë? Natyrisht se njëna tjetrën e plotësojnë. Devotshmëria, nëse një besimtar musliman që agjeron gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, natyrisht duhet të jetë i pajisur me devotshmëri. Për këtë i madhi Zot na thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që keni besuar, ju është bërë juve obligim agjerimi, ashtu siç ka qenë obligim edhe i atyre të cilët ishin para jush, në mënyrë që t'jeni të devotshëm, në mënyrë që të arrini devotshmërinë, në mënyrë që ta plotësoni devotshmërinë. Do thotë, njeriu agjeron apo e bën jetë, e ka për qëllim për shembull të agjerojë muajin e shenjtë të Ramazanit, dhe esenca kryesore, njeti kryesor duhet jetë fitimi i shpërblimeve të Zotit xhelal shanuhu përmes kënaqësisë Zotit përmes devotshmërisë. Vrem edhe ajete tjera të Kuranit fisnik ku i madhi Zot i përmend të devotshmet. Ata të cilët janë të urtë, janë të sinqert, janë të dashur, janë të mirë, bëjnë vepra të mira në këtë botë dhe shumë anë tjera pozitive, atëherë ai njeriu është i devotshëm. Ai njeriu do të thotë arrin shkallën e devotshmërisë, arrin cilësinë e devotshmërisë e kështu me radhë. Nëse e shohim për shembull në fillim të surës Bekare apo në fillim të Kuranit fisnik, vrem për shembull ajetin kuranor: "Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin." Kurani fisnik fillon dhe mbaron i tërë Kurani fisnik me kërkesën ndaj besimtarëve që të jenë të devotshëm në këtë botë. Që do të thotë që dhalikal kitabu la rayba fihi, ky është libri me të cilin fare nuk ka dyshim në të, hudan lil muttaqin, është udhëzues për njerëz të devotshëm. Sa njerëz në këtë botë e lexojnë Kuranin fisnik në qëllime të ndryshme. Ka njerëz të cilët e lexojnë Kuranin fisnik, mirë po jo me ndonjë qëllim për shembull të mirë, apo e shfletojnë si libër të zakonshëm, apo e shfletojnë si do thotë si vepër të caktuar e kështu me radhë. Mirë po, apo në këndin kritike lexojnë. Në kënde të ndryshme dhe me qëllime të ndryshme. Mirë po, nëse lexon besimtari musliman Kurani fisnik, niset me një parim shumë të shëndosh se ajo është fjalë e Zotit, ajo është fjalë e Allahut, është fjalë e krijuesit, është një hyjni për neve si besimtarë në këtë dynja, është një udhëzues për neve si besimtarë në këtë botë dhe përmes tij ne mësojmë shumë gjëra se si të jetojmë këtë botë dhe si ta fitojmë kënaqësinë e Zotit. Do thotë Kurani i flet të devotshmëve. Po. Për të udhëzuar, kuptohet. Natyrisht. Por gjithsej i flet të njerëzve të tjerë, apo jo? Kurani fisnik i flet mendjes. Po. Kurani fisnik kur i ndan kategoritë, do të thotë të njerëzve, natyrisht që nganjëherë i drejtohet vetëm besimtarëve, nganjëherë i drejtohet vetëm atyre të cilët janë të devotshëm, nganjëherë i drejtohet njerëzve në përgjithësi, nganjëherë i drejtohet për një rregull të caktuar, do të thotë që duhet ta kryejë një obligim të caktuar njeriu në këtë botë, varësisht do të thotë prej tekstit ajet të Kuranit, mirë po ajo që na lidh neve, lidhur me takvallahun apo devotshmërinë, e gjejmë se urdhri kryesor dhe të gjitha ritualet, të gjitha ibadetet që i kryejmë ne si besimtar musliman në këtë botë, duke përfshirë namazin, duke përfshirë agjerimin, duke përfshirë zakatin, duke përfshirë haxhin, duke përfshirë sadakën, duke përfshirë shumë gjëra tjera, lidhen me një temë, lidhen me një çështje të caktuar që është devotshmëria apo takvallahu. Dhe përmes devotshmërisë, besimtari musliman fiton shumë në këtë botë, është i mirë në këtë botë. Përmes devotshmërisë është besimtari i qetë,
është i sinqert, është i dashur dhe shumë epitete dhe cilësi tjera dhe natyrisht përmes devotshmërisë e fiton edhe shpërblimin e Zotit në botën tjetër. Po, përderisa folëm në aspektin, do thotë çka flet Kur'ani për devotshmërinë. Të kalojmë pak a shumë për t'ju sqaruar teleshikuesve dhe për të na sqaruar neve lidhur me devotshmërinë në kuadër të haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam apo porosive profetike siç është bërë zakon të bëhet kjo shprehje. Po, ardha e Muhamedit alayhis salam ka qenë rahmeten lil alamin apo mëshirë për gjitha botrat. Pejgamberi alayhis salam thotë: "Kad bu'ithtu li utammim makarimul akhlaq." Unë jam dërguar në këtë dynja për me plotësu normat e moralit. Dhe vetë morali është pjesë e devotshmërisë. Muhamedi alayhis salam vetë ka qenë i devotshëm, i ka thirrë shokët e tij që të jenë të devotshëm. Na ka porositur neve si besimtar që të jemi të devotshëm deri në ditën e gjykimit. Kem shumë thanje, shumë hadithe të Muhamedit alayhis salam të cilat na porosisin në këtë aspekt. Një njeri ka shkuar të Muhamedit alayhis salam dhe i ka thënë: "Ja Rasulullah, o i dërguari i Zotit, më këshillo diçka për fen." Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Të këshilloj që të jesh i devotshëm, nga se devotshmëria është kulmi i kësaj feje." Do thotë, ky njeri ka dashur për Muhamedit alayhis salam që shumë shkurt të këshilloj me diçka, mirë po me diçka të madhe. Jo për shembull të këshilloj me fjalit të gjata, jo të këshilloj me gjana të shumta, po t'i sqaroj shumë për fen, mirë po i ka thënë: "O i dërguari i Zotit, më këshillo diçka." Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Të këshilloj që të jesh i devotshëm, nga se devotshmëria është kulmi i këtij dini, është kulmi i kësaj feje." Kur e vrejmë dhe i lexojmë, i shohim hutbet e Muhamedit alayhis salam, gjejmë se në çdo hutbe, në çdo ligjërat që Muhamedi alayhis salam na ka porosit është të jeni të devotshëm në këtë botë. Edhe në haxhin lamtumirës apo në hutben lamtumirëse është shumë e qartë që Muhamedi alayhis salam pikërisht në fillim na porosit që të jemi të devotshëm në këtë botë. Të jemi të sinqert në këtë botë, të jemi të ndershëm në këtë botë, të jemi vepër mirë në këtë botë. Kretë këto dhe shumë të tjera është ajo që quhet devotshmëri apo takvallak, do të thotë në këtë botë. Na vijnë edhe shumë thanje tjera të Muhamedit alayhis salam. Ejub el-Ansariu na transmeton një hadith apo një thanje që ka thënë që ka shkuar një njeri të Muhamedit alayhis salam dhe ka pyetur: "O i dërguari i Zotit, me këshillo diçka nga feja jon, mirë po me pak fjalë." Muhamedi alayhis salam i është përgjigjur: "Kur të falësh namazin, fale sikur ta falësh namazin lamtumirës." Do thotë thanje shumë e madhe. Si namazin e fundit. E dyta, Muhamedi alayhis salam i thotë që mos fol ndonjë fjalë për të cilën do të pendohesh. Dhe treta, mos lakmo çka është në duart e njerëzve. Do thotë, nëse shiqojmë këtu porosi që Muhamedi alayhis salam ja ka dhënë këtij personi, vrejmë shumë gjana të mëdha dhe madhështore që na këshillon neve si besimtar musliman. Para Muhamedi alayhis salam porosit që njeriu në këtë dynja nuk është i njëjtë me tjetrin. Zotin Allahu në këtë botë nuk i ka falë njerëz të njëjtë. As ka pasuria, as ka shëndeti, as ka figura, as ka personaliteti, mirë po janë të ndryshëm. Edhe ata duhet të jetojnë, do thotë, në atë çka i ka krijuar i madhi Zot. Dhe tërë këto tri çështje kryesore lidhen me devotshmërinë apo takvallakun. Nëse i marrim edhe disa ngjarje të cilat kanë ndodhur në kohën gjatë periudhës së Muhamedit alayhis salam, po edhe në kohën e Muhamedit alayhis salam, ka shembuj shumë, mirë po edhe në kohën e shokëve apo të sahabëve, në kohën e Omerit radiallahu anhu,
Omeri radiallahu anhu gjithë e dim që para islamit ka qenë njeri kogja jashpër, do thonë ndaj njerëzve, mirë po me pranimin e islamit, Omeri, Zoti qoftë i kënaqur me veprat e tij, ka qenë shumë njeri apo krah i djathtë i Muhamedit alayhis salam. Dhe kur ka ardhur, do thotë si Emirul Mu'minin apo presi besimtarëve, ka dashur shpeshherë që t'i mat, që t'i shoh se sa janë në kohën e tij njerëz të devotshëm. Sa janë, do thotë, të mirë dhe sa kanë takvallak, në çfarë niveli. E vrem që Omeri tregon, thotë, kam shkuar në një fush dhe jam takuar me një bari, me një çoban. Dhe i kam thonë, ma jep një dele. Thotë, bariu çuditë, thotë jo, nga se unë duhet ta pyes pronarin. Po thuj pronarit që e ka hëngur ujkë. Bariu i përgjigjet, o njeri, çka do t'i them pronarit në botën tjetër? Omeri thotë kam qajt, thotë edhe kam thonë subhanallah, sa të ka ymeti im, sa të ka ymeti musliman, kësi njerëz të devotshëm, të cilët frigohen nga Zoti, e dojnë Zotin dhe besojnë se një ditë do të takohen me Allahun në botën tjetër, atëherë do t'jem mirë. Kemi dhe rast të tjera të cilat flasin për devotshmërinë, nga se devotshmëria nuk është diçka që shterret, nuk është diçka do thotë që zvoglohet, nuk është diçka do thotë që mbaron do thotë me një njeri. Edhe pas vdekjes së Muhamedit alayhis salam, natyrisht ka pas njerëz të devotshëm, njerëz do thotë të mëdhej, njerëz të cilët kanë dhënë shembuj të mëdhej në këtë botë. Prej tyre kem për shembull Imam Malikun, një prej hoxhallarëve të mëdhej, një prej imamëve të mëdhej, i cili në diskutim me shokët apo me nxënësit, më mirë më thënë, e ka thënë një fjalë shumë të madhe. Natyrisht ai ka shku vepra shumë, libra shumë, mirë po më një rast thotë që unë thotë nuk kryj ibadet për më fut Zotin xhenet apo për më largu Zoti nga xhenemi. Dhe nxënësit habiten, çuditen, i thonë, "Hoxh, Imam Malik, hoxh i madh, si ka mundësi kjo, na sqaro." Dhe Imam Maliku thotë, unë nuk e bëj këtë vetëm për një arsye. Unë falem, kryj ibadet para Zotit se e du Allahun. Do thotë, nuk e kryj një ibadet, nuk e kryj një namaz vetëm më fut Zoti xhelel shanuhu apo më shpërbly Zoti xhelel shanuhu në botën tjetër me xhenet apo më largu për shembull prej xhenemit, mirë po unë e du Allahun. Edhe ne duhet të pajisëm me këto fjalë, me këto këshilla të mira. Ta dojmë Zotin e madhruar, nga se është krijuesi ynë, të largohemi nga gjithë ato ndalesa apo harame që i madhi Zot na i ka ndaluar në Kur'anin fisnik, të lakmojmë dhe të jetojmë me gjithë ato që Zoti i ka lejuar në Kur'anin fisnik, tek dashuria mes do thotë dashuria ndaj Zotit të madhruar, natyrisht besimtarin këtë dynja e ndjen veten shumë rahat, e ndjen veten shumë qetë, dhe është i mirë para vetes, është i mirë para familjes, është i mirë para rrethit ku jeton e kështu me radhë. Në përgjithësi këtu folet mjaft lidhur me ato dobit apo përfitimet e besimtarit nga devotshmëria, po i përmendet disa nga virtytet. Cilat do të ishin ato virtytet apo cilësitë më të sakta të një besimtari të devotshëm? Cilësitë kryesore për një besimtar të devotshëm janë të shumta, mirë po dietarët e mëdhej, të cilët na kanë shënuar një prej cilësive kryesore, natyrisht është se një besimtar i devotshëm është i ndershëm, kur flet drejt. Është i ndershëm, ka moral, ka etik, ka karakter në këtë dynja, ka ahlak në këtë botë, dhe kur flet, e flet të drejtën, e flet të vërtetën. Ecja e tij është thjesht, veshja e tij është modeste. Do thotë, ecja e tij është jo kryenalt, jo mendje madh. Një cilësi që s'është një besimtar të devotshëm, mirë po është shumë i thjesht në ecjen e tij. Dhe veshja e tij është modeste. Do thotë, nuk vesh ndonjë gjë me të cilën do të bjen në sy për shembull para njerëzve të tjerë. Do të mburret. Po, do të mburret. Është i padëmshëm për të tjerët.
është gjithashtu cilësi e një besimtarit të devotshëm. Kur një njeri lidhet me drejtsinë. Po, kur një njeri nuk i bën dëm askujt, jeton këtë dynja me jetën e tij, me besimin e tij, me familjen e tij, mirë po të tjerët cilët jetojnë rreth tij, do thotë janë të ndjen shumë sigurt, janë të rahatuar dhe janë të mirë. Pastaj dietarët thonë një prej cilësive tjera të një besimtarit të devotshëm është që zemrat e tyre janë të përmalluara. Të përmalluara për kënd, të përmalluara për Zotin, të përmalluara për kënaqësinë ndaj Zotit, të përmalluara për atë që Zoti xhellal shanuhu e ka shënuar në Kur'an Visnik që do të jem shpërblime të mëdha në botën tjetër. Pastaj është cilësi tjetër e një besimtarit të devotshëm, sytë e tyre janë të larguara nga harami. Jo vetëm dora bën haram në këtë botë apo hin në gjunah në këtë botë. Jo vetëm këmba, jo vetëm veshi, mirë po në këtë rast, pasi që njeriu më së shumti mund të hyjë në gjunahe, do thotë kushtimisht në jetën e përditshme të njeriut, natyrisht është syri, për këtë edhe dietarët thonë që sytë e tyre janë të larguara nga harami, janë të larguara nga gjunahi. Janë lakmitarë ndaj haramit. Bëjnë durim, gjithashtu pjesë tjetër apo cilësi tjetër e një besimtarit të devotshëm, bëjnë durim apo sabër në vështirësi, falenderojnë në begati, gjithashtu është cilësi apo veçori e një besimtarit të devotshëm, një besimtarit të mirë në këtë botë. Kur i ndodh ndonjë fatkeqësi, ndonjë sprovë nga Zoti, atëherë bën sabër, bën durim të Zotit. Mirë po, edhe falenderon për begatit, e falenderon, i bën hamd Zotit të madhëruar për gjitha ato mirësi, për të gjitha ato të mira që Zot apo begati që i madhi Zot ja ka jep në këtë botë. A kanë lidhshmëri devotshmëria dhe sinqeriteti apo janë një? Devotshmëria është shumë më e madhe se sa sinqeriteti. Sinqeriteti është një fushë e caktuar në aspektin islam dhe në aspektin njerëzor. Ka të bëjë, do të thotë, me sinqeritetin kryqëput të një besimtari musliman. Devotshmëria akoma është më e gjerë, akoma është më e madhe. Do të thotë përfshin sinqeritetin? Po, natyrisht se në ty hyn edhe sinqeriteti, edhe morali i mirë, edhe vepra e mirë, edhe çdo gjë që është pozitive në këtë botë, atëherë quajmë takvallak. Mirë po çdo gjë që është pozitive apo e mirë në këtë botë për besimtarit nuk mund të jetë vetëm sinqeritet. Për këtë devotshmëria shumë me dimension shumë më të madh se sa sinqeriteti. Atëherë si të përsosim në ditët tona, kur ne sfidohemi me sfidat ndryshme dhe jemi të ngarkuar apo jetojmë në një rreth i cili vazhdimisht insiston në format indirekte apo dhe direkte që njeriu mos jetojë në devotshmëri. Si mund një besimtar të me një fjalë të sfidoj këtë kohë dhe të arrijë devotshmëri të cilën ju veç e potencuat? Po. Natyrisht sot është një jetë dinamike, një jetë e shpejtë, një jetë që dallon, do të thotë, nga shekujt e kaluar në përgjithësi. Mirë po megjithatë, njeriu i devotshëm e gjon veten edhe në ditët e sotme. Nga se asnjëherë deri në ditën e gjykimit nuk mund të thuhet e keqe devotshmërisë, asnjëherë deri në ditën e gjykimit nuk mund të thuhet negative sinqeritetit, nuk mund të thuhet për shembull diçka negative edhe fjalës të mirë, moralit të mirë e kështu me radhë. Besimtari në këtë botë mund ta lidh vetveten shumë me kohën në cilën jetojnë. Njerëzit sot jetojnë, një pjesë e madhe njerëzve jetojnë me strese të ndryshme, me telashe të ndryshme, dhe devotshmëria është ajo e cila e ruan shpirtin e njeriut, ajo e cila e forcon, do të thotë, shpirtin e njeriut, ajo e cila i jep kurajo, do të thotë, shpirtit të besimtarit. Prandaj besimtari e gjon veten shumë lehtë dhe shumë mirë edhe në ditët e sotme, në çdo rast, nga se i madhi Zot përmes edhe devotshmërisë, edhe ritualeve tjera në përgjithësi fetare, nuk ka menduar vetëm në një kohë caktuar apo në kohën e Muhamedit alayhis salam dhe 2 shekuj pas
vdekjes së Muhamedit a.s. Mirë po edhe këtë kohë. Zatën sot është shumë më lehtë dhe shumë më mirë ai i cili don do thotë jetë i devotshëm, nga se kapacitetet jetësore me të cilat jeton do thotë njeriu janë shumë të mëdha, janë shumë më të gjëra, ka mundësi shumë më shumë se sa do thotë më herët. Devotshmëria a përfshihet vetëm në raportin njeri-Zot, do thotë rob me krijues, apo edhe njeriu me rrethin që jeton? A duhet të jetë i devotshëm edhe ndaj të tjerëve, apo vetëm ndaj Zotit? Apo kur është i devotshëm ndaj Zotit mund të jetë edhe ndaj të tjerëve? Si qëndron kjo? Duhet ta kemi parasysh që besimtari i cili e lexon Kur'anin fisnik, e kupton dhe don ta kupton Kur'anin fisnik. Në tërë Kur'anin fisnik gjejmë vetëm 2 tema kryesore. Në të ka shumë tema të ndryshme anësore, mirë po 2 tema kryesore të cilat janë thelbësore për njeriu në këtë dynjë. E para ka të bëjë me raportin mes njeriut dhe Zotit, dhe e dyta ka të bëjë raportin mes njeriut dhe njerëzve ku jeton. Do thotë, këto janë 2 tema kryesore që i Madhi Zot në një anë apo anën tjetër i debaton në Kur'anin fisnik. Raportin mes njeriut dhe Zotit, se si duhet krijohet ky raport, dhe krijimi i këtij raporti nuk bëhet sipas dëshirës së njerëzve, po përmes asaj që i Madhi Zot na ka porositur në Kur'anin fisnik. Dhe anën tjetër, i Madhi Zot me shumë ajete të Kuranit kujdeset që të kemi raporte të mira mes njëri tjetrit. Sa shpesh e gjojmë ajetet të Kuranit i cili i Madhi Zot na thotë: "O ju që keni besuar dhe bëni vepra të mira." Do thotë me një herë mas besimit vjen vepra e mirë. Zoti ka fal, e ka krijuar njeriu në këtë botë që të jetë i socializuar me krijesat, të jetë i socializuar me njerëz ku jeton, mirë po natyrisht që anët negative, gjanat negative të largohet, dhe të porosit tjerë që të largohen, dhe anën tjetër të jeton me suazat të halalit apo të lejesës që i Madhi Zot na ka porosit. Përfitimet më të mëdhaja që mund të ketë besimtari, i arrin, i fiton përmes takvallakut, përmes devotshmërisë, janë aq të mëdha sa që ne edhe s'kemi mundësi të i përmendim gjitha, do thotë në këtë emision, mirë po janë shumë të gjëra dhe me kuptime shumë të mëdha. Njeriu i devotshëm e ndin veten rehat, nga se ka një frikë në të madhin Zot, në anën tjetër ka një dashuri të madhe ndaj të madhit Zot si krijues i gjithësisë. Ai i cili çdo njeri e ka falë dhe ka krijuar këtë botë, ai Zoti i cili çdo ditë na mban në jetë në këtë botë, dhe tek ai të cilit do t'i kthehemi në botën tjetër dhe do të llogaritemi për gjitha veprat që i kryejmë në këtë dynjë. Një njeri i devotshëm në këtë botë pajiset me dije, Zoti jep dije. Për këtë i Madhi Zot thotë: "Ittaqullah yuallimukumullah." Nënshtrojuni, keni takvallak në Zotin, në mënyrë që Zotit ju pajis me dije, ju mëson juve dijen, ju jep ilm juve. Për këtë ulemoja kanë thonë që dituria është trashëgimi e pejgamberëve, ndërsa pasuria është cilësi e mbretërve. Dituria me zgjerimin e diturisë, do thotë ajo forcohet dhe zmadhohet, ndërsa pasuria nëse shpendohet natyrisht zvoglohet. Dituria dhe devotshmëria e përcjellin njeriu edhe pas varrit, ndërsa pasuria ngelet, do thotë, në varr. Janë disa çështje të cilat ne për shembull si besimtar duhet i kemi parasysh. Pastaj kemi ajetet e Kuranit të cilat na porosisin shumë qartë, shumë mirë, shumë bukur, ku një besimtar i devotshëm, Allahu është më ta. Në çdo vend, në çdo rast, në çdo kohë, në çdo hapësirë dhe në çdo moment. Për këtë i Madhi Zot ka thonë: "Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin." Dhe ta dini se Zoti gjithmonë është me të devotshmit, me ata të cilët janë të devotshëm. Përfitimi më i madh nuk po na mbet edhe kohë, po përfitimin kryesor mund ta theksoni. Përfitimi kryesor që besimtari musliman ka përmes devotshmërisë natyrisht është xheneti, për cilën synojmë ne si besimtar musliman.
Për këtë i madhi Zot ka thënë: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dhe shpejtoni, vraponi në faljen e Zotit për xhenetin, i cili është i gjerë sa qielli dhe toka, është përgatitur për kënd për të devotshmit. Inshallah Zoti na bën prej tyre. Inshallah. Faleminderit shumë. Zoti inshallah ju shpërblen nga të mirat e tij. Dhe të nderuar teleshikues, gjithashtu duke falendëruar Mehdi Efendi Kastratin, gjithashtu ju falenderojmë edhe juve për vëmendjen që treguat dhe derisa takomi në takimin e radhës, ju lëm në kujdesin dhe mbrojtjen e Zotit fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.